Fshati Bodic në Bashkinë Selenisë është bërë së fundmi qendër e një debati publik pas shpalljes së një projekti për ndërtimin e një ure me vlerë afro 1 miliard lekë të vjetër ose rreth 1 milion euro. Projekti është fituar nga kompania Euro Teorema Peqin përmes një procedure tenderimi dhe parashikon ndërtimin e një ure moderne në vend të një pasarele të ndërtuar në vitin 1976, e cila sot është amortizuar dhe rrezikshme për banorët. Megjithatë, ky investim ka ngjallur shqetësim dhe dyshime të forta, sidomos për shkak të përmasave të fondit në raport me përmasën e komunitetit. Bodica ka sot më pak se 80 banor. Vetë banorët shprehen se ura mund të ishte riparuar me një shumë më të vogël, nga 12 deri në 20 milion lekë të vjetër, dhe se ata kishin nisur të mbledhin fonde vet, por bashkia i ndaloi. Projekti i ri përfshin kritere dhe standarde që u përkasin veprave madhore inxhinierike, laborator, staf të specializuar dhe 54 punëtor, çka e bën të duket më shumë si një projekt për të justifikuar një tender të madh sesa për të zgjidhur një problem real. Banorët e ndarë mes nevojës për siguri dhe skepticizmit për qëllimin e vërtet të investimit pyesin kush përfiton nga kjo urë miliardëshe. Në të njëjtën kohë, shumë fshatra të tjerë të Selenicës si Mallkeqi, Amonica, Armeni, Velça, Mesapliku apo Bashaj vuajnë mungesën e infrastrukturës bazike, si rrugët dhe ujësjellsat. Me fondin e harxhuar për Vodicën mund të ishin zgjidhur probleme jetike për qindra familje. Ky fakt e kthen urën e Vodicës në simbol të përmbysjes së prioriteteve dhe mënyrës se si shpërdoren fondet publike në Shqipëri. Në mungesë të transparencës dhe konsultimit me komunitetin, projekti për urën e Vodicës ngre një sër pyetjesh që kërkojnë përgjigje. Pse u shmangën zgjidhjet më të lira? Si u përzgjodh prioriteti? Dhe pse gjithmonë tenderat përfundojnë me oferta pranë fondit limit. Në fund të ditës ura do të ndërtohet, por mbetet për shumë kënd, një metaforë e hidhur për një sistem që ndërtimet i sheh më shumë si mundësi fitimi sesa si shërbime për qytetarët.